me këtë moment me të cilën u mbyll dhe inserti dua ta nis. Manjan, pse nuk shkoi Rama sot në Davos? Ishte i sinqert në përgjigjen që dha, vërtet zgjodhi vajzën me lejen e të atit, ndërkohë që aty në Davos do kishte mundësinë të takonte presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se kështu siç e tha Rama, duket sikur ka telefonuar Trumpin ose i ka marrë leje dhe i ka thënë, të vjen keq mos viu në Davos, mos ta lëm vetëm Ivankën. Të ketë ndodhur kështu thua? Nuk e di ka ndodhur s'ka ndodhur, po që ka zgjedhë Ivankën më mirë ka bëmë valla tani çfarë. Shife Trumpi, shife. Pa shife të çaftyra është, shife. Si çaftyra? Ivanka është e bukur, është e këndshme, e lezetshme. Do me thënë ti thua më mirë një foto me Ivankën te gjurma në Vlorë në një gjysmë darkë se sa me Trumpin në samitin e Davos. Po foto me Trumpin, kuptimin estetik dhe të bukurisë, Trumpi është shumë tutulla, është normal. Po, është presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po mirë në rregull, kjo nuk e bën të bukur. Se është presidenti. E bën fuqishëm. Po mirë në rregull, dakord tani. Fuqishmi është një gjë tjetër. Dhe është ai për cilin Rama e tundi kaq shumë atë ftesën e shtrydhi ftesën e Trumpit sa kemi një javë që merremi me të. Mora për kriter vlerësimi, kriterin estetik. Estetikisht, sigurisht Ivanka është e bukur. Është shumë më e bukur se Jati. Edhe ndoshta ka edhe muhabet më damël më tani se kupton. Kjo është e vërteta kësaj pune. Plus që mikpritja e shqiptarit do që të presish para se të bujtësh. Kështu që mendoj që duhet jetë një arsye fare banale pas. Pra më mirë një takim biznesi se sa ka një problem tjetër, po Davos. patjetër më mirë takim, tani vim pak të thelbi. Patjetër që është më mirë një takim biznesi në Shqipëri se sa një takim, një foto ke dera Banjos në një forum ndërkombëtar atje dhe të sheshme. Si ishte dera Banjos, sepse të gjithë liderët që firmosën sot bordin e paqes Po ka banjo edhe bordi i paqes. në Davos ishin tulur aty. Po ka banjo, Ka banjo dhe ke lokali ku ishte me Ivankën. Po, patjetër. Pa ty ja vlen, është banjo estetike. Banjo ka kudo. Te gjurmë. Varet se me kë del ke dera Banjos. Po, e ke parasysh tani këto të dera Banjos janë pleshte, shkojnë çik më shpesh. Pse Ivanka shkon çik më rrallë, kupton? Është më Tani, që ta bëjmë serioz bisedën. Shumë serioze pra. Mos vallë Rama nuk shkoi se e dinte çe priste? A do ishte takimi Trump-Rama i njëjtë si ai Trump-Vjosa Osmani? Ajo që i pritej të ndodhi në Washington me helikopter. Keni parasysh atë skenarin me helikopter? Do ndodhi ajo, është do jetë një hata e madhe me helikopter. Mua më duket një muhabet kot kjo puna e forume këto janë, do burra shteti mbledhen bëjnë kështu NGO-ra edhe historira që, thonë drejtën, unë s'jam shumë partizanës për krahas i këtyre. Pa diskutim që një takim biznesi në Shqipëri është më i rëndësishëm se ai takim, patjetër që po. Dhe këtë e kam bindje dhe s'maluan topi, as Bamiri bile po të Po mirë, dëgjoj, edhe një pyetje tjetër, para se t'ja fjalën Bledit, na u bashkua dhe Gjingjoni të prezantova që në nisje të emisionit. Tani, këta liderët tanë e jemi mësuar që kanë paguar dhe para për një foto me presidentin e Amerikës. Vërtet, do ta linte një Rama në rastin konkret, një takim, pra t'i shpëton të kjo mundësia pasi ka gjithë këto ditë që e ka shtrydhur atë ftesën e Trumpit, pra nxori njerë një status me gërma kapitale, pastaj pritit nesërmen, se e tha dhe sot vetë, duke njohur opozitën, tha unë e lash ftesën për të nesërmen. Pastaj doli Elisa Spiropali, ministria e jashtme. Pastaj, pra, kërkoi t'i merrte maksimumin asaj ftesës dhe në momentin kur do kulmonte e gjitha kjo, në samitin e Davosit ku ai do ta takonte Trumpin, këtu Rama mungon. Atëherë, unë nuk i heq asnjë pikë, asnjë presje konstatimit ton në prezantimin editorial të këtij emisioni. Është absolutisht ashtu, është një garë idiote, po super idiote. Po idiote fare, po fare idiote. Që nuk ka lidhje fare me asnjë logjikë të qenit shtet dhe ti bosh politik një shtetit caktuar, që ti të hysh në garë udhëheci me udhëhecin, se kush e ka mirë me një udhëhec tjetër. Traplik, komplet. Njëri ma trap se tjetri. Njëri ma hajvan se tjetri. Njëri më i papërgjithshëm se tjetri. Po sigurisht, kjo ndodh në një kulturë popullore ku ka qenë 45-ën që presin vinalatet, e kupton se është edhe kjo hallë. Patjetër, këta liderat pa janë suksesëm, se është ky popull. Por që si s'ka logjik, Po që nuk ekziston asnjë lloj logjike në asnjë shtet normal,
që liderat politik të vendit të hynë garë njëri me tjetrin kush e ka mirë me Trumpin, kush budallik mo. Këtu mund të bijem dakord, ne, do ta Është diskutojmë, do hevallik, ndalemi është edhe këtu. jashtëzakonshëm. Se vërtet Bie unë kisha dakord me atë. linje Bie editoriale, plotësisht qëndrimi dakord me im pra atë që linjë, kam që t'i bëj shtoja sa e çdo drejta. ditëthuese. Jo, po a është serioze pra fakti që në Sigurisht. momentin e nënshkrimit të një momenti historik, siç e ka quajtur vetë Rama, se sot mbajti një fjalim historik në parlament, aty të mungonte. Është serioze edhe nga ana ne mund vime edhe kënë nënshkrimin se shtetare, mua edhe protokollare. nënshkrimi se më duket serioz, me thonë drejtën. Mua edhe i ligji që kanë kalu këtë sot se më duket serioz, në kuptimin zyrtar dhe ligjor të fjalës, se do ndalemi analiza nga politike është temë tjetër. Por ka shumë elementë kësaj natyre, sepse ti do shkosh do firmosësh diçka çfarë, kush të ka mandatu me firmos? Qofse s'do bënin këtë ligj në parlament, çfarë do firmos te Rama? Leshtë të curose? Që poshtë muhabeti, nuk funksionojnë kështu gjërat. Ashtu shkoi dhe Vjosa Osmani, ashtu shkuan Dhe edhe e të ka tjerë. knaqe, kupton? Patjetër, se kjo është muhabeti. Gjithë historia është që në këtë, pra ka disa rregulla që duhen zbatuar, po unë prapë them që këto rregullat s'vlen. Unë insistoj te kjo gjë dhe bie 100% dakord për herë të parë në këto emisionet e fundit me ty për këtë qasje publike. Po, duhen thënë gjërat. Nuk mund të vazhdojmë pafundësisht që ne të votojmë liderat tanë pse e ka mirë apo më mirë me atë Amerikanin e radhës. Qa është kjo histori, më ba? S'na hynë që në gjepë ne për këtë. Bledi, se këtu do ndalim, pse nuk shkoi Rama në Davos? Shiko, ka 3 versione. Fiksë, Rama ndasëm. Davos. Oke, në Davos, më falë, drejt. Ka versioni i parë, sepse zoti Rama nuk shkoi në Davos, na e tha vetë zoti Rama. Ai tha... Sa i sinqertisht, po zgjodha Ivankën, tha, me lejen e babait. Diskutojmë atë që kemi